Ata kanë hi në parë, kanë hi drejt e unë në shpi. E aty kom pas vjerën, unë, burri, 2 fëmijët, edhe nanën e kom marrë se shumë afër me shtëpia, edhe i thash mos rri vetëm se nuk i dihet. Edhe ato nuk e kanë ditë gjuhën normal, ne i përcellshim lajmet, edhe tek e jobre nëse shumë afër shtëpiat, hajtë se dhe me ndodh diçka një plak kur gjo nuk është. Mirë pa aty janë gjetë edhe listat ma vonë që kanë qenë shënun njerëz kush ka, edhe hinë mrena, na qiten në barë me sekonda dhe të është kryja i akt. Ata kanë shtri për to kujtimin, a i ka pas mundësi me ik vetëm, mirë po nuk ka pramu me ik vetëm, se në moment tha nuk lo vetëm. Edhe ata lanë neve na qiten në barë, edhe jem këthy mas shumë shkurt, mas një 15 minutave ndoshta. Edhe ata vazhdimisht i kanë thy dyqanet, kanë djedh, mandej kanë kallë. Kështu që janë skenat që nuk fshihen, sidomos neve tritunive, edhe kështu, jem shku deri të një qike agjës në rrugë Mullinit, nesër me në mëngjes prap, kemi tentu për mi vorros nuk ka pas shanse, qashvia halajsh në djegje sipër, dikun mas dite kemi shku në teqet madhe, që aty ka qeni numër i madhi njerëzve, me nonën, me 2 fëmijët edhe do të thotë unë me një herë kom ditë që aty nuk ka shpëtim, mirë po e sheh, mandej me sytë to dhe nuk i qka bërë. Megjithse unë personalisht kom qenë shumë e lodhur, i kisha 2 fëmijët e vegjël dhe nuk i ka shkon, nuk i kuj mjalon edhe me dalë, për shembull mi u bashkan gjitë forcave tona, mirë po, ndodhi. Unë e kom prit edhe ma shumë, në bazë të aty në që ka ndodhë në Bosnë, unë kom prit që ka me ndodhë edhe ma shumë, po mjaftë, për Gjakov është as tepër.